Në periudhën 2019-2024, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK ka hetuar një numër të konsiderueshëm grash dhe funksionarësh politik, duke ndjekur një politikë të fortë për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivelet më të larta të shoqërisë. Sipas të dhënave të publikuara nga SPAK në regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve, shihet se ka një rritje të numrit të grave të hetuara për përfshirje në aktivitetet kriminale dhe një angazhim të madh për të goditur korrupsionin dhe shkeljet e ligjit nga zyrtarët e lartë. Për sa i përket grave të përfshira në çështje hetimore, SPAK ka hetuar gjithsej 356 gra për periudhën 2019-2024. Ato janë akuzuar kryesisht për veprat penale në kuadër të grupeve të strukturuara kriminale dhe për korrupsion. Sipas SPAK, 46 gra janë hetuar për pjesëmarrje në grupe të strukturuara kriminale, ndërsa 310 gra janë hetuar për veprime të lidhura me korrupsionin dhe veprat e tjera penale. Megjithatë, nuk ka asnjë informacion që tregon se gratë kanë luajtur një rol drejtues në trafikimin e lëndëve narkotike, edhe pse 11 gra janë hetuar për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Ndërsa për krime të tjera, SPAK ka hetuar gjithashtu gratë për përfshirje në trafikimin e qenieve njerëzore dhe shfrytëzim prostitucioni, por akuzat dhe hetimet e drejtuara mbeten ende në proces. Po ashtu për sa i përket krimeve të rënda si vrasjet dhe tentativat për vrasje, janë hetuar disa raste ku gratë janë përfshirë, por këto hetime janë ende në zhvillim e sipër. Nga ana tjetër, për funksionarët publik, SPAK ka ndjekur një numër të madh të zyrtarëve për korrupsion dhe krime të lidhura me abuzimin me pozitat e tyre. Nga nisja e veprimtarisë së SPAK janë hetuar gjithsej 667 funksionar publik, ndërsa për periudhën 2024 janë regjistruar 150 hetime të reja. Deri tani, 135 zyrtarë janë arrestuar për akuzat lidhur me korrupsionin dhe veprat e tjera penale. Ky numër tregon një angazhim të fortë të SPAK për të adresuar korrupsionin dhe për të goditur keqpërdorimin e detyrës nga ana e zyrtarëve. Për më tepër, disa zyrtarë janë shpallur në kërkim ndërkombëtar, por SPAK nuk ka dhënë detaje lidhur me vendodhjen e tyre jashtë vendit, as për kërkesat për azil që mund të jenë bërë nga ndonjë prej tyre. Në këtë kontekst, vështirësitë për të arrestuar zyrtarët që ndodhen jashtë Shqipërisë mbeten një sfidë e madhe për organet e drejtësisë, për shkak të procedurave ligjore dhe barrierave ndërkombëtare të ekstradimit. Ky raport pasqyron një përpjekje të vazhdueshme dhe të vendosur të SPAK për të luftuar krimin dhe korrupsionin në nivele të larta, duke i vënë në hetim dhe duke i ndjekur penalisht individët që përfshihen në këto aktivitete, pavarësisht nga pozita e tyre shoqërore ose funksionale.